Jemi në qytetin e Lushnjës, në djepin e artit, kulturës, historisë shqiptare dhe jo vetëm. Këtu ka lindur këngëtarja e madhe Vachezela, e cila me zërin e saj mahnit ende këdo, edhe pse vitet kalojnë. Për këtë arsye, këtu u organizua edicioni 4 i festivalit Mikrofoni i Art, ku fëmijë nga të gjithë trojet shqiptare konkuruan me këngë nga repertori këngëtares së madhe Vachezela. Në kryeqendrën e të gjithë shqiptarëve, aty ku mbajt Kongresi i Lushnjës, në shtëpinë muze, spektatorët e kthyen oborin në festën e madhe me në krye familjet e talentuar. Ky aktivitet u organizua nga shoqata kombëtare e grupeve vulnerabël me kryetar Adriatik Gega në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë. Moderuar nga Silvana Braçe, festivali nisi me hieshi dhe me tinguj që eklipsuan Lushnjën. Festivali kishte seriozitet dhe një juri me reputacion. Zhani Ciko, Mariana Aleko, Aniza Shehu dhe këngëtarja me famë e diasporës Fatime Kalimashi ishin artistët në juri që do të përzgjidhnin fituesin. Frymësuar nga bukuria dhe madhështia e aktëut ton nga kompozitori Pjetër Gaci. Unë do këndoj një këngë spanjolle, Esperanza. Këngëtarët e vegjël kishin pranë humanisten Mimoza Kurti, e cila mundohej që t'u hiqte emocionet që ata të shfaqeshin në mënyrën më të mirë me këngët e tyre. Festivali po shkon shumë mirë, fëmijët duken të zhvilluar, duken shumë, domethënë që s'kenë ndonjë emocion që kur dalin aty, këndojnë me frikë ose se po bëjnë gabim, janë komplet të relaksuar dhe me vetbesim. Shikim të këndshëm dhe ta shijojmë këtë festivalin e 4 dhe të shijojmë fëmijët e kombit shqiptar. Ky është një urim për mua. Ju faleminderit. Me shumë dashuri në qytetin e bukur të Lushnjës, edhe një duar trokitje dhe shumë suksese Altida. Spektatorët e shumt morën kënaqësi nga zëri dhe interpretimi i fëmijëve, të cilët rikthyen imazhin e Vachezelës në vendlindje. Po fletit për e shpenguar duke që s'ke emocione. Si kemi? Eritona Pishku, jam 14 vjeç, do të konkurroj së një për pak dhe më kam fare emocione, dhe se do dalë shumë mirë. Dhe loshi dhe shirë. Sukses. Faleminderit.
Dhe këta janë këta fëmijë të papërtushëm. Kështu që unë i përgëzoj dhe shpresoj pse jo mos t'jenë edhe këta fitimtarë në festivalin e Sanremos. Pas konkurimit të 17 fëmijëve, radha i erdhi jurisë profesioniste të përcaktonte çmimet për këngën më të mirë. Shumë çmime u ndanë për fëmijët në këtë ditë. Dhe çmimin e publikut e ka marrë Elistea Spaiu, 7 vjeç, nga Kamza, me këngën Kur bie fillon çiftelia, jo vajza me vockla e festivalit. Ja, kjo është. Faleminderit që më motivuat aq shumë. Urime, Elisea dashur, udhëtim të mbarë me këngën në përvite. Ky zë, më i mirë, na erdhi nga Divjaka, Marlin Janko. Urime, Marlin. Faleminderit që jam të kjo konkurs. Për performancën në të bukur, anën skenike, Kristel Krasniqi, që këndoi Esperanca nga qyteti. Fantastik. Fantastike ishte Kristel. Urime. Aspektit artistik, me arir nga anë artistike, e kemi dhënë çmimin Marlon Zela me këngën Erë Pranverore, që kishte shpluar në një mënyrë Të lumt, moderne. Marlon. Bravo. Çmimin e tretë e ka marrë një zot shtëpie këtu nga Lushnja, dhe si gentile që janë lushnjarët, e respektuam më shumë. Çmimin e dytë, po Josh Herbert Todri me valsin e lumturisë e mori këtë çmim të rëndësishëm. Herbert, urime. nga shtëpia. Urime. Bravo. Eridona Vishkulli me gjurmë të arta nga Elbasani, që mori çmimin e dytë, po. Çmimin e Eridona, mirë se vjen dhe urime. Urime për çmimin e dytë. Por, për jurin ishte rezervuar një surprizë e veçantë. Mirënjohjet e përgatitura nga stafi prekën anën njerëzore të jurisë në skenë, të cilët falenderuan organizatorët për këtë surprizë të veçantë. Certifikat mirënjohje i jepet maestros Zhani Ciko, me respekt të thellë dhe mirënjohje të veçantë për përkushtimin dhe madhështinë tuaj në artin e muzikës. Frymëzimi që përcjellni mbetet udhërrëfyes për të gjithë ne. Jam shumë e nderuar, maestro Zhani Ciko, që unë ju jap ju këtë certifikat mirënjohje këtu në këtë shtëpi historike që sot u bashkua bashk arti dhe historia, dhe kjo tregon që kjo trashëgohet ndër breza dhe vlerat kombëtare nuk humbasin kurrë. Faleminderit shumë jam i prekur, siç e shihni. Është vërtet një gjest uman që njerëz të cilët vinë dhe mbajnë përgjegjësi. Jepet sopranos Anjeza Shehu për përkushtim dhe kontributin e saj në formimin e brezave të rinj në artin e muzikës, me talent dhe profesionalizëm. Ajo frymëzon nxënësit drejt rrugës artistike. Fituesja e mikrofonit të artë u shpall Ersila Koçeku. Çmimi i parë i jepet Ersila Koçeku, që këndoi këngën Ritmi i Dëston nga Tirana. Står një fjallë një këngë, është kjo këngë e jetës, për të Shqipëri mëna. Krahas trofeut, Ersila Koçeku mori edhe mikrofonin e artë, një traditë e këtij festivali. Por në këtë shtëpi muze nuk mund të largohesh pa e soditur nga afër historinë e saj, e cila të dërgon në kohët ku përcaktohen jo pak fatet e Shqipërisë. Kjo shtëpi të dërgon në histori. Jam ulur në këtë tavolinë, ku në vitin 1920, nga 21 janari deri me 30 janar,
u mbajt konferenca e Kongresit të Lushnjës, e cila vendosi fatet e kombit shqiptar. Në këtë konferencë, Tirana u emërua kryeqytet, duke hedhur poshtë qeverinë e Durrësit, që në atë kohë nuk ishte në mbështetje të popullit. Dhe në këtë konferencë u tregua që kur shqiptarët mblidhen të gjithë bashkë, bëjnë gjëra të mira për kombin dhe për atë dheun. Dhe ndjehem e nderuar që sot unë jam ullur pikërisht në këtë tryezë, ku ishin burra të nderuar dhe të lavdëruar për mirësinë që bën për kombin shqiptar. Është thënia më e bukur që është këputur nga fjalët ose fjalimet që janë mbajtur në Kongresin e Lushnjës. Kjo është oda me Hoxhak. Dhe aty kemi vorbat. Një vorb që ka një përmas, do me thënë, pak më të madhe se ajo tjetra, për familje, po për pjesëmarrje gjërë, ndërsa ky është tigani, ose ne i kemi thënë, i themi nga mati shterë. Kamat i lante veç e miku që ishte i mirë pritur në atë familje, do me thënë, nuk është këtë i gjithë, kurse duhet i lajnë gjithë konatë. Po, duhet po. A kamat i lante veç e miku dhe shamiri që ishte i shpisë. Ndërsa tek ne ka qenë zakon me tradit i laje këmbët vjerrit, kunetive, pavarësisht se ato ishin më të vegjël se sa ti, të gjithë meshkujve ju lajshin këmbët. Në këtë hapësirë me peshë u bashkuan historia dhe arti, duke dhënë një mesazh të fortë se tradita ruhet brez pas brezi. Me kujtimet më të bukura nga ky festival u largua me ihonën e zërit të Vaçezelës,